Përshëndetje miq, sot do të flasim për një nga aktoret më të dashura dhe më të ndjekura të ekranit turk, Demet Özdemir, një vajzë plot energji, talent dhe bukuri, që ka mahnitur publikun jo vetëm në Turqi, por edhe në mbar botën. Por si nisi gjithçka? Le të zbulojmë bashkë historinë e saj, që nga fëmiria e deri te suksesi më i madh në ekranet televizive. Demet Özdemir ka lindur më 26 shkurt të vitit 1992 në qytetin Kocaeli afër Stambollit, që në fëmijëri ajo tregoi një energji të jashtëzakonshme, gjithmonë në lëvizje, gjithmonë duke kërkuar të shprehej përmes vallëzimit dhe artit. Fëmijëria e saj nuk kishte një lidhje direkte me botën e televizionit, por gjithmonë e ka mbështetur në ëndrat e saj. Kur ishte vetëm 7 vjeçe, prindrit e saj u ndanë dhe ajo u zhvendos në Stamboll, bashkë me nënën dhe vëllain e saj më të madh. Kjo periudhë nuk ishte e lehtë, por ajo e ktheu çdo vështirësi në forcë dhe motivim për të ndërtuar një jetë më të mirë. Në Stamboll, Demet nisi të ndjek kurse vallëzimi dhe shpejt u bë e njohur për talentin e saj në skenat e spektakleve rinore. Askush se kishte menduar atëherë se vajza e vogël me flokë të zinj do të bëhej një nga aktoret më të famshme të Turqisë. Në intervista ajo ka treguar se kur ishte fëmijë, nuk flinte dot pa dritë, sepse kishte imagjinat shumë të gjallë dhe shpesh mendonte se dikush fshihej në shtrat. Që në moshën 9 vjeçare, ajo kërsente para pasqyrës çdo ditë, duke imituar artistët që shihte në televizor. Nana e saj thoshte se Demet nuk rrinte dot pa lëvizur. Ndonse sot duket shumë e sigurt në skenë, mësuesit e kujtojnë si një vajzë që nuk fliste shumë, por gjithmonë kishte një buzëqeshje që e dallonte nga të tjerët. Një nga kujtimet më të dashura të saj është kur gjyshja i bleu një radio të vogël, ajo dëgjonte këngë për orë të tëra dhe përpiqej t'i këndonte me pasion, pa ditur as tekstin. Kur Demet hyri në adoleshencë, jeta e saj nisi të ndryshojë me shpejtësi. Ajo tashmë jetonte në Stamboll dhe kishte nisur të ndjek ëndrrën e saj për artin dhe vallëzimin. Në shkollë Demet ishte një vajzë shumë energjike dhe e dashur me të gjithë, por ndërkohë ajo mbante brenda vetes një dëshirë të madhe për të dalë në skenë. Në moshën 15 vjeçare, filloi të merrte pjesë në kurse profesionale vallëzimi, ku më vonë u vërejt për talentin e saj të jashtëzakonshëm. Në ato vite, ajo përballej me shumë sfida. Familja e saj nuk kishte mundësi të mëdha financiare, por nëna e mbështeti me gjithë zemër. Demet e ka pranuar shpesh në intervista, sikur të mos ishte për nënën time, unë s'do isha këtu ku jam sot. Në adoleshencë, ajo punonte shumë për të ndihmuar në shtëpi, ndërsa njëkohësisht ushtronte orë të tëra në studio vallëzimi. Fal pasionit dhe përkushtimit, ajo u bë pjesë e një grupi vallëtarësh profesionist dhe nisi të shfaqej në disa videoklipe muzikore turke, ku talenti i saj ra në sy menjëherë. Ajo ishte periudha ku ëndra e saj nisi të marrë formë, nga një vajzë që kërkonte të vallëzonte në një artiste që po afrohej gjithnjë më shumë në botën e televizionit. Demet ka treguar se në disa konkurse vallëzimi është refuzuar disa herë, por kjo nuk e ndaloi kurrë. Përkundrazi, ajo e shikte refuzimet si motiv për t'u bërë më e mirë. Në një intervistë, ajo ka thënë se në adoleshencë shkruante çdo ditë në ditar për ëndrat dhe emocionet e saj. Shpesh shkruante: "Një ditë do të më shihni në televizor." Dhe ja, ëndra ju bë realitet. Ndërsa vallëzonte, ajo filloi të ndjente se skena nuk i mjaftonte më, donte të tregonte emocione përmes fjalëve dhe personazheve, dhe kështu lindi dëshira për të provuar aktrimin. Pas shumë vitesh pune si vallëtare dhe pas një rruge të gjatë plot përpjekje, ëndra e Demet Özdemir për të hyrë në botën e aktrimit u bë më në fund të realitet. Në vitin 2013, ajo mori rolin e saj të parë në serialin Do të tregoj një sekret. Ky ishte momenti që ndryshoi gjithçka për të. Në serial, Demet luajti rolin e Aylin, një vajzë me aftësi mbinatyrore që mund të kontrollonte elektricitetin. Publiku u mahnit menjëherë nga bukuria, energjia dhe natyrshmëria e saj në ekran. Edhe pse ishte roli i parë, ajo e përjetoi me shumë pasion dhe përkushtim, duke fituar zemrat e shikuesve turq dhe duke u vënë menjëherë në qendër të vëmendjes. Fal këtij roli, producentët filluan ta shihnin si një aktore me shumë potencial. Ajo vetë ka treguar më vonë se ditën që mori telefonatën për këtë rol, qau nga gëzimi, sepse nuk e besonte se po i jepej një mundësi e tillë e madhe. Ky ishte vetëm fillimi i një rruge të gjatë drejt famës, që do ta kthente Demet Özdemirin në një nga aktoret më të dashura të ekranit turk.
Pas disa roleve të vogla që ndihmuan të fitonte përvojë, suksesi i madh për Demet Ozdemirin erdhi në serialin Vajza e Hershme. Ky serial, i transmetuar në vitin 2018, u bë menjëherë një fenomen jo vetëm në Turqi, por edhe në shumë vende të tjera si Italia, Spanja, Brazili dhe po edhe Shqipëria. Demet luajti rolin e Sanem, një vajzë ëndrrimtare, e sinqertë dhe plot energji, që ndëronte të bëhet shkrimtare. Në anën tjetër, ishte aktori karizmatik Xhan Yaman, me të cilin krijuan një kimi të jashtëzakonshme në ekran. Publiku u dashurua me historinë e tyre romantike, me humorin dhe emocionin që përcollën çdo episod. Roli i Sanemit e bëri Demetin një emër ndërkombëtar, një ikonë të re të komedive romantike turke. Falë këtij seriali, ajo fitoi çmime të shumta si aktoria më e mirë komedie romantike dhe u bë një nga figurat më të ndjekura në rrjetet sociale me miliona fansa nga gjithë bota. Tani le të ndalemi pak tek jeta sentimentale e aktores. Demet Ozdemir ka qenë gjithmonë në qendër të vëmendjes së mediave turke, jo vetëm për bukurinë e saj, por edhe për mënyrën elegante me të cilën ajo i ka përballuar thashë themeve dhe sytë e publikut. Në fillimet e saj në ekran, u përfol për një afërsi me partnerin e saj në serialin Çilek Koksu, aktorin Yusuf Çim. Dyshja nuk e konfirmoi me njëherë lidhjen, por më vonë u pa shpesh bashkë edhe jashtë xhirimeve. Marrëdhënia e tyre zgjati për një periudhë të shkurtër dhe u nda në mënyrë miqësore. Pas xhirimeve të serialit Vajza e Hershme, mediat shpërthyen me lajme për një romancë mes Demet Ozdemirit dhe Xhan Yaman. Fansat u çmendën nga kimia e tyre në ekran, aq sa shumë njerëz besonin se dashuria midis tyre ishte e vërtetë edhe në jetën reale. Megjithatë, Demet asnjëherë nuk e konfirmoi zyrtarisht këtë lidhje, duke thënë se marrëdhënia jon ishte profesionale, por kemi respekt të ndërsjellët. Pas disa vitesh në vitin 2022, ajo gjeti dashurinë e vërtetë. Demet u martua me aktorin dhe këngëtarin Oguzhan Koç. Në një ceremoni madhështore në Stamboll, çifti u duk shumë i lumtur për një kohë, por fatkeqësisht, martesa e tyre nuk zgjati shumë. Ata u ndan pas rreth një viti, duke deklaruar se ruajnë respektin dhe miqësinë për njëri tjetrin. Pavarësisht gjithçkaje, Demet ka treguar se beson ende në dashuri dhe se çdo përvojë ka bërë më të fortë. Në intervistë ajo u shpreh me këto fjalë: "Dashuria është e bukur, por duhet ta jetosh me paqe, jo me frikë." Përveç vallëzimit, Demet ka një dashuri të veçantë për modën dhe stilin. Ajo shpesh është parë në evente të ndryshme me veshje të guximshme dhe elegante, duke u bërë një ikonë edhe për adhuruesit e stilit. Gjithashtu Demet është një dashamirëse e kafshëve, veçanërisht e qenve. Në rrjetet sociale shpesh ndan momente me kujdesin dhe dashurinë që u kushton atyre. Një tjetër pasion i saj është udhëtimi. Ajo ka treguar shpesh dëshirën për të eksploruar vende të reja dhe kultura të ndryshme, duke marrë frymëzim për jetën dhe punën e saj. Në intervista, Demet ka theksuar rëndësinë e balancës mes punës dhe kohës personale, duke përdorur pasionin e saj për artin dhe jetën për të mbajtur energjinë dhe motivimin lart. Në Shqipëri, aktoria po luan aktualisht në rolin e Ryja, një dramë familjare që u transmetua për herë të parë në vitin 2019. Në këtë serial ajo sjell në jetë një grua të fortë, të vendosur dhe me karakter të pamposhtur, e cila përballet me sfida të mëdha në jetën e saj personale dhe familjare. Ryja është një personazh kompleks dhe shumë i dashur nga publiku, dhe Demet i dha asaj thellësinë emocionale që i duhej për ta bërë rolin real dhe prekës. Faleminderit që na ndoqët. Cilin aktor apo aktore turke doni të shihni në videon ton të ardhshme? A keni ndonjë yll të preferuar që dëshironi të mësoni më shumë rreth tij ose saj? Shkruani emrin e tyre në komentet më poshtë dhe ne do të marrim parasysh dëshirat tuaja për përmbajtjet e ardhshme. Mos harroni të na lini një like, të abonoheni dhe të klikoni zilen për t'ju njoftuar sa po të publikojmë videon tjetër.